Shqipëria vazhdon me një ritëm të qëndrueshëm rritje ekonomike, duke u pozicionuar ndër vendet me performancën më të lartë për vitet në vijim, sipas parashikimeve të institucioneve financiare ndërkombëtare. Në Shqipërinë 2030 pritet një rritje prej rreth 32% e prodhimit të përgjithshëm kombëtar, çka na vendos në grupin kryesor të ekonomive me rritjen më të qëndrueshme, por edhe më të lartë gjithmonë sipas atyre organizmeve, jo sipas thjesht qeverisë shqiptare. Dhe kjo rritje nuk është rastësi. Ajo mbështetet mbi themelet që hapëm dhe fortifikuam me reformat tona kurajoze të shumë pritura dhe të shumë munguara për dekada dhe që e kanë vënë vendin në kushtet që të ecë përpara me shpejtësi. Është një rritje që mbështetet në sektor që janë në zhvillim të vazhdueshëm, në ndërkohë që patjetër ajo çka është edhe më e mira e prekshme në këtë proces rritje është rritja e vazhdueshme e pagave. Jo vetëm në sektorin publik, po tani më dhe në sektorin privat, sidomos për të gjithë ata që kanë një kualifikim caktuar apo zotrojnë një zanat. Dhe kjo është edhe një thirrje për të gjithë shqiptarët jashtë vendit që të vazhdojnë të shikojnë me optimizëm mundësinë e kthimit në Shqipëri, pasi për shumë prej tyre Shqipëria sot ofron më shumë se sa vendet ku ata janë, në ndërkohë që përtej asaj që ofron drejt për drejt për sa i përket punës dhe pagës, ofron edhe ngrohtësinë e shtëpisë. Kur miratuam buxhetin e vitit 2026, vendosëm të japim mbrojtjes afro 12% më shumë fonde se sa viti më parshëm, gjë që ishte natyrisht edhe rezultati i angazhimit ton për t'i qëndruar skedulës së rritjes financimeve të vendet NATO-s, por edhe për t'i qëndruar zotimit për një trajtim gjithnjë më dinjitos të forcave tona të armatosura. Në fund shkurtit, vendosëm dhe rritjen e pagave për ushtarakët me një efekt të drejt për drejt nga janari, dhe në mbledhjen e fundit qeverisë kemi miratuar dhe mbulimin e kostos të transportit për çdo ushtarak aktiv. Ky është një hap i shumë pritur dhe i mirë pritur nga të gjithë ata që nën uniformën e forcave tona të armatosura i shërbejnë vendit në çdo front, dhe synimi ynë mbetet një pagë konkurruese dhe një trajtim financiar që deri në fund të këtij mandati do të jetë në mesataren e vendeve të NATO-s. E thënë ndryshe, deri në fund të këtij mandati, objektivi i parashikuar dhe në ndërkohë i përkthyer në një plan rritje të pagës është që paga e ushtarit bazë në Republikën e Shqipërisë të rritet me deri 70%. Shqipëria mori një vlerësim pozitiv nga raporti i mirënjohur i Freedom House, i cili është një raport ndërkombëtar për lirinë në botë. Liria në botë 2026 ishte raporti i këtij viti. Dhe është një zhvillim që ja vlen të përmendet, edhe pse unë të gjitha raportet përveç atij të Komisionit Evropian, të cilin e marr 100% të mirëqen, i marr me një farë rezerve, pasi bazohen në metodologjira dhe në rrugë anketimi që jo gjithmonë janë të qëndrueshme. Gjithsesi, ky është një ndër ato raporte që meriton vëmendje dhe i cili respektohet përgjithsisht. Kështu që sipas këtij raporti, vendi ynë ka shënuar jo vetëm një përmirësim në raport me më parë, por
është renditur si vendi më i vlerësuar në rajon për shkallën e lirisë. Dhe ky rezultat na vendos në krye përpara Maritzi, Maqedonisë Veriut, Kosovës dhe Serbisë, duke reflektuar edhe një progres në raport me rajonin. Ndërkohë që edhe në aspektin e drejtave politike dhe funksionimit të institucioneve, progresi është i dukshëm, ashtu siç vlerësohen edhe përpjekjet në luftën kundër korrupsionit dhe në transformimin e sistemit drejtësisë. Por ajo që e bën këtë rezultat më domethënës është fakti se kjo vjen në një kohë kur në nivel global liria, demokracia janë nën presion dhe në rënje në shumë vende të botës. Edhe pse unë nuk jam një tifoz i flakt i raporteve, e thash edhe më parë, e din të gjithë, gjithsesi kjo është një ditë shënimesh ku jo një, po 2 raporte zën vend, dhe ky i dyti është me një vlerë të veçantë në ditët e sotme, pasi është raporti për sigurinë kibernetike. Dhe për ne kjo ka një rëndësi të veçantë sepse ne jemi në fokusin e një armiku që na sulmoi në mënyrë të pamëshirshme disa vite më parë, duke na gjetur jo plotësisht përgatitur, po pa mundur të na bëj dëmin që parashikonte dhe na sulmon për ditë, po tani më pas një sukses, apo me ndonjë gërvishje të lehtë fare, siç ndodhi me disa materiale krejt pa asnjë rëndësi të Kuvendit të Shqipërisë, edhe për shkak se sistemi i Kuvendit nuk është ende plotësisht integruar në sistemin tonë të mbrojtjes. Sipas këtij indeksi ndërkombëtar, Shqipëria renditet në 10-shën e parë. Tani, kështu është. Dhe hyn në një grup shumë të kufizuar vendesh me performancë të lartë në fushë. Dhe në këtë rast kjo përkon plotësisht me testimet e sistemit tonë mbrojtjes. Ne kemi ndërtuar një sistem mbrojtje që është vërtet i një niveli shumë të lartë. Kemi forcuar strukturat përgjegjëse për sigurinë kibernetike dhe patjetër që duke i përmirësuar në vijimësi kapacitetet e reagimit ndaj kërcënimeve në hapësirën digjitale, si e duke bashkëpunuar me partnerët e duhur, me kurajo kemi implementuar, jetësuar një sistem inovativ dhe faktikisht kemi zënë